Korça mirëpriti dhe këtë vit festivali ndërkombëtar Shpirti i Ballkanit, ngjarje kulturore tashmë e kthyer në traditë për qytetin, ku grupe artistike nga vende të ndryshme të rajonit sjellin kostumografit, veshjet popullore, etnografit, vallet dhe këngët tradicionale të popujve të Ballkanit. Në pedonalen e qytetit, ngjyrat e kostumeve tradicionale, ritmet folklorike dhe performancat artistike krijuan një atmosferë festive, duke tërhequr vëmendjen e banorëve dhe turistëve. Koreografi i njohur, Ali Beli, theksoi se Ballkani, përtej nocionit gjeografik, përbën një hapësirë të përbashkët kulturore ku ngjashmëritë mes popujve janë të shumta. Vallet ballkanase, ritmi, shpirti, dinamika. Në përgjithësi, dinamika është ajo që i karakterizon vallet ballkanike, se po të kesh parasysh edhe maqedonësit kërcejnë me një temperament shumë të fuqishëm, vallet tona po as nuk diskutohet. Edhe serbët po ashtu kanë, vallet grekët, për sa i përket valleve të Kretës, e të këto janë vallet dinamike, kështu që është ajo që themin e shpirti. Vallet karakterizojnë atë shpirtin, dinamikën që ka popujt për sa i përket dashurisë që kanë për kulturën dhe për vallet popullore. Drejtoresha e Qendrës së Artit dhe Kulturës Blerta Belliu vlerësoi festivalin si një mundësi e rëndësishme për promovimin e folklorit dhe turizmit në Korçë. Vallet ballkanase janë me një temperament të jashtëzakonshëm, i dallon menjëherë nga muzika, nga kostumet shumë ngjyrshme dhe nga dinamika. Pra ashtu siç është populli ballkanik, ashtu janë dhe vallet e tyre. Janë shumë zjarrta, kanë shumë atmosferë. Pjesëmarrësit e huaj u shprehen të impresionuar nga mikpritja korçare dhe atmosfera e krijuar gjatë festivalit. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Κοριτσά. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ φιλόξενος ο λαός. Është hera e dytë që vim në Korçë. E duam këtë qytet sepse ka ngjyra të bashkëtesës mes popujve. Kemi ardhur me veshje tradicionale të ishujve grek. Na pëlqen mënyra se si na trajtoni dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta, siç është edhe pogonishtja. Our customs and our dancing. Vim nga Malizi dhe është hera e parë që marrim pjesë. Kemi sjell kostume tradicionale të Podgoricës. Kjo eksperiencë a lën një ndjesi të bukur. Jemi vende të afërta dhe kemi shumë elemente të përbashkët pasi vallet dhe kostumet tona ngjajnë me tuajat. Ние сме први пut ovdje u Albanija, grupa iz Srbija. Kjo është diçka që shpesh nuk ndodh në politikë dhe as në media, por ndodh në kulturë. Ky është Ballkani vërtet, kultura, arti, vallet dhe këngët na bashkojnë. Është hera e disat që vijmë në Korçë dhe ndihemi si në shtëpinë tonë. Festivali Shpirti i Ballkanit mblodhi në Korçë për herë të 8 grupe artistike nga Malizi, Greqia, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ndërsa grupet shqiptare performuan pedonalen e qytetit, duke sjellë gëzim, ngjyra dhe atmosferë festive për banorët e turistët vendaset huaj që vizitojnë Korçën gjatë kësaj fundjavë.